Policia kufitare në Vlorë ka reaguar me shpejtësi në 2 raste të ndara në Vlorë dhe Dhërmi, duke u ardhur në ndihmë 8 turistëve që kishin mbetur në det për shkak të defekteve në mjetet e tyre lundruese. Në rastin e parë, pasi njoftimit të marrë nga stacioni i policisë kufitare Triport, se një gomone me 4 turistë në bord kishte pësuar defekt rreth 1 milje larg zonës së Shënjanit, organizua me njëherë operacioni i ndërhyrjes. Mjeti lundrues i policisë kufitare u nis drejt vendodhjes së raportuar dhe arriti të shoqërojë gomonën e dëmtuar dhe personat në bord deri në stacionin bregdetar. Të gjithë shtetasit ndodheshin në gjendje të mirë shëndetësore dhe nuk kishin nevojë për ndërhyrje mjekësore. Rasti i dytë ndodhi në zonën e Porto Palermos në Dhërmi, ku 4 shtetas që po lundronin me kanoe kishin mbetur të bllokuar në det dhe kishin kërkuar ndihmë. Pas njoftimit të marrë nga stacioni i policisë kufitare Dhërmi, policia u vu menjëherë në lëvizje dhe arriti të lokalizojë dhe të shoqërojë në breg të 4 shtetasit, të cilët po ashtu ndodheshin në gjendje të mirë shëndetësore. Policia kufitare Vlorë siguron se strukturat e saj mbeten të angazhuara për të reaguar ndaj çdo situate emergjente, duke vënë në qendër të veprimit jetën dhe sigurinë e qytetarëve.